Kushti i dytë i agjëruesit është arritja e moshës së pjekurisë apo e pubertitetit, apo siç njohet ndryshe edhe hyrja në bylug, në moshën madhore, moshën të cilën çdo njeri mashkull apo femër hyn në llogarinë e Allahut subhanahu wa taala. Normalisht, kur njeriu hyn në këtë moshë, ka shenjat të cilat tregojnë se me të vërtetë ky njeri ka arritur këtë fazë të jetës së tij. Dhe disa shenja janë të përbashkëta, si tek mashkulli, ashtu edhe tek femra. Shenjat e përbashkëta ndërmjet këtyre dy gjinive, së pari janë mbirja e qimeve rreth organeve gjinitale, si të mashkullit ashtu edhe të femrës. Në momentin që shfaqet kjo shenjë, atëherë tregon që ky njeri, djalë apo vajzë, ka hyrë në moshën e llogarisë dhe është i urdhëruar nga Allahu subhanahu wa taala për namazin, agjërimin edhe të tjera detyrime dhe urdhëresa me radhë. Shenjat të tjera janë ejakulimi, që mund t'i ndodhë personit kryesisht gjatë natës, pra gjatë ëndërrimit. Dalja e spermës, qoftë nga mashkulli apo nga femra, në këtë mënyrë tregon se ky njeri ka hyrë në moshën e pjekurisë. Shenjë tjetër është mbushja e moshës 15 vjeçare, pra kur nuk ndodh një nga dy shenjat e mëparshme, edhe njeriu ka arritur moshën 15 vjeçare, atëherë automatikisht ky njeri, djalë apo vajzë, ka hyrë në moshën e pjekurisë, llogarisë nga Allahu subhanahu wa taala. Këto janë ato tre shenja të përbashkëta ndërmjet mashkullit edhe femrës. Dhe është një shenjë e cila është e veçantë vetëm për femrën dhe që është periudha e menstruacioneve edhe periudha e lehonisë. Pra, nëse tek femra ndodh kjo shenjë e fundit, edhe nëse nuk ka ndodhur një nga shenjat e mëparshme, atëherë ky është një argument dhe një fakt që kjo femër, kjo vajzë ka hyrë në moshën e pjekurisë dhe është urdhëruar të agjërojë muajin e Ramazanit. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thot në një hadith të tij: "Rufi'a al-qalamu an thalatha." Lapsi është ngritur nga 3 kategori njerëzish: an-na'im hatta yastayqidh, was-saghir hatta yablugh, wal-majnun hatta yafiq. Lapsi thot është ngritur, pra marrja në llogari, është ngritur nga 3 kategori njerëzish. Së pari përmendi profeti alayhi salatu wassalam atë i cili është në gjumë derisa të zgjohet, i vogli derisa të hyjë në moshën e pjekurisë dhe atij të cilit i ka ikur mendja, i çmenduri derisa të thjellohet. Ky është edhe kushti i dytë, të cilin nëse ka muslimani apo muslimania, i janë të detyruar të mbajnë agjërimin e muajit të Ramazanit.